Konferenca e kryetarëve nuk arriti dakordsinë gjatë ditës së sotme për dy kërkesat me mocion me debat për të kërkuara nga opozita. E para lidhur me protestat që po zhvillohen prej 25 ditësh dhe e dyta për raportin e Parlamentit Evropian. Cili ishte qëndrimi i mazhorancës? Ti marrim me radhë, por dhe që është kryefjala e përgjigjes time në konferencë kryetarëve dhe këtu përmes jush me publikun. I kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kurrë si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq pa aftë sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjellur dhe si leximi i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte e njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjellë një 4 halle të vetat, ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 muaj, këto si kishin fare. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe me qenë se tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe me qenë se kanë pas dite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësoj. Jo, nuk pyetat, ju opozita nuk e njihni. Jo, edhe ju jeni në konflikt interesi. Jo, s'kam asnjë konflikt. Po. Protestuesit nuk i njihni, njëri thoni është agent iranian, tjetri është agent i Greqisë. Kë njihni ju zoti Balla përveç Partisë Socialiste dhe grupit tuaj parlamentar? Atëherë edhe po ta ripërsëris. Partinë e Sali Berishës nuk e pranoj për përfaqësuese. Të pranoni se qytetarët ndërkohë që sapo nga protestuesit, me që e ke doni kështu, të mbërrijnë në Kuvendin e Shqipërisë një kërkesë me shkrim, do t'i kthej përgjigjet atyre. Po mbledhen firma për referendum, do ta pranoni ju? Po një përgjigje për vajzën e zotit Tahir Sinani keni, ka për një status për ju? Po do ta përgjigjem edhe për atë, por për këtë çështje besoj shumë që do ta qartësoj sot organizata veteranëve të luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe do jap një përgjigje. Zoti Balla, në lidhje me kërkesat e protestuesve dhe mocionin e kërkuar nga Partia Demokratike, Partia Demokratike në mocionin e saj, pak në ato që kemi lexuar, ne nuk pretendon në asnjë moment që është përfaqësues i protestave, por është e pamohshme fakti që në Tiranë dhe në Shqipëri po ndodh një protestë, po ndodh një ngjarje. Dhe opozita parlamentare e ka jo vetëm të drejtë, por mendoj edhe detyrën e saj të ngresh shqetësimet e qytetarëve në parlament. Pse nuk i shikoni në këtë këndvështrim, pasi unë nuk e di nëse ato janë paraqitur si përfaqësues të protestës ose jo. Të falenderoj sa. Edhe një po e them. Që mënyra se si ishte formuluar kërkesa ishte që partia e Sali Berishës vinte në kuvend për të kërkuar në emër të protestuesve 1, 2, 3, 4, 5. Dhe unë jam aq serioz në vlerësimin e kërkesave, jo për shkak Partisë Saliut, por jam serioz për ata që janë në shesh, dhe i mora me radhë, tha,
në emër të protestuesve, partia e Sali Berishës tha që duam rrëzimin e qeverisë, pra duam dorëheqjen e qeverisë. Ishte pika e parë. Në fund të komunikimit tuaj do t'ju jap të gjitha kopjet për korrektesë të komunikimit publik. Dhe i kam thënë, ju keni marrë përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që të kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion me debat. Kërkohet me mocion dhe merrni proces verbalin, kërkohet me mocion mos besimi. Mblidhni 1/5, i bie 28 deputet, i kam 28, i bëjnë. Deri këtu shkojnë patë. Te 28 e kapin. Se më thellë se kaq nuk shkojnë dot. 28 firma mblidheni, sillni kërkesën për mocion mos besimi. E dini që me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, kur kërkon mocion mos besimi, duhet sillësh edhe kandidatin për kryeministër. E sillni dot Saliun për kandidat për kryeministër? Po pra, i thash, e sillni dot, pastaj se jo nuk e di, i kem më afërsisë me ta. Edhe cili këtë duan. Por, të lutem, mos më ndërprit. Të lutem, mos më ndërprit. Mos më ndërprit, se nuk po flasim për gjëra pa vlerë. Po flasim për kushtetutën e vendit dhe për rregulloren e kuvendit. Dhe kishte kërkesë për, tha ne partia e Saliut, vim këtu në kuvendin e Shqipërisë, në emër të protestuesve kërkojmë dorëheqjen e qeverisë. Bërëm tash. Instrumentin e keni, kushtetutën e keni, mblidhni 28 firma, vini dhe kandidatin, po keni këllqe dhe një pjesë tjetër, edhe hajde ta marrim shërtim. Por nuk mund të ngatrosh, të shkosh një mocion me debat, të kërkosh dorëheqjen e qeverisë, është nën tjetër rregullor. Dhe në atë nën që nuk është herezi të diskutojmë, kemi kaq vite në pushtet, kjo opozit kur nuk ka ardhur ndonjëherë me mocion mos besimi të vijë. Zoti Balla, një pyetje. Ju thoni që nuk pranoni për të diskutuar me partinë e Sali Berishës kërkesat dhe shqetësimet e qytetarëve, ndërkohë po me të njëjtën partinë e Sali Berishës, diskutoni dhe miratoni jo vetëm ligje të ndryshme, por edhe reforma të ndryshme. Pse kjo e para? Pra ju pse pranoni që të miratoni reformat me partinë e Sali Berishës dhe jo të diskutoni shqetësimin e qytetarëve? Dhe pyetja e dytë është protestuesit ose qytetarët më saktë kanë disa kërkesa, dukshëm ju nuk e pranoni kërkesën e parë, edhe kryeministri e ka bërë të qartë që është një pikë që nuk pranohet, por ato kanë dhe pika të tjera. Cila? Për shembull, kërkojnë kufizimin e mandatit të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, gjatë gjithë jetës së një politikane. Ju jeni gatshëm ta pranoni si Parti Socialiste? Tash ti marrim me radhë se ke bërë 2 pyetje. Thoni pse me partinë e Sali Berishës nuk e pranoni si zëdhënëse përfaqësuese të procesit. Për të diskutuar. Po, dakor, si doni ju. Dhe po e ri përsëris Elda për Top Channel, për gjitha televizionet dhe publiku. Nuk e qas fare partinë e Sali Berishës si zëdhënëse përfaqësuese të diskutoj për çështje që lidhen me protestë. As një farë. Sepse kjo parti të paktën për këtë protest është i vetmi në vend dhe të vetmi në vend që nuk duhet të flasë. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë kanë qenë kundër protestës, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë kanë thënë që këtë protestë e bën Edi Rama. Është fakt ky. Dhe tjetra që është më e rëndë se kaq, është që kjo parti është një parti që një zot e di si ka përfunduar në këtë drejgje. Që i thot protestuesve, mos ja përmendni emrin kryetarit ton dhe pastaj dërgon njerëzit në protest. Kështu që në këtë këndvështrim logjik, qasja ime dhe kolegëve të mi në konferencë kryetarëve
ka një dimension etik, ka dhe një dimension politik. Qoftë në aspektin etik, qoftë në atë politik, nuk e qas Sali Berishën si përfaqësues të protestës. Dhe nga mikrofonët tuaj tek kamrat e televizioneve tuaj dhe te ekranet e televizioneve tuaj, dua t'i bëj një pyetje publike protestuesve. Ju e keni mandatuar gjë Sali Berishën si përfaqësuesin tuaj? Besoj që do ta marrim një përgjigje. Pjesa tjetër e pyetjes parë, jo, se keni pse bëni, se do të më qenë korrekt. Pse pranoni të bëni reforma, sepse në demokraci ti nuk e zgjedh dot kundërshtarin. Besoj që me mua bini dakord, unë personalisht herë që nuk do doja kurrë që me një non grata, se vazhdon të jetë non grata, pavarësisht të tjerave, e kam thënë këtë gjë, nuk do bëja kurrë marrëveshje. Megjithatë, ti nuk e përcakton dot në demokraci kundërshtarin dhe mos harroni asnjëherë që je i detyruar në demokraci ta njohësh, ta pranosh dhe të punosh me ta. Dhe prandaj kemi bërë disa hapa të rëndësishëm, sfundmi ishin ndryshimet në librin e bashkëtesës parlamentare, pra rregullore në kuvendit, dhe shpresoj shumë që për ligjet ende shpresoj që të paktën për një ligj vetëm në këtë sesion që mbyllet në fund të korrikut, opozita ta japi votën për ligje që lidhen me rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, sepse mos harroni asnjëherë, antarësimi në Bashkimin Evropian është një vizion i cili i bashkon shqiptarët. 92% e shqiptarëve në barometrin evropian del se mbështesin, pra është më shumë se bipartizan. Kështu që në këtë frymë për çështjet antarësimit të rrugës antarësimit tonë në Bashkimin Evropian, do të bashkëpunoja me çdo forcë politike të përfaqësuar në Kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë që e ndërlidhur me ato që thoni ju me protestuesit, kur çdo protestues, çdo qytetari shqiptar që do të përfaqësohet përmes një formacioni politik, një parti politike, dhe ajo parti politike do të ketë vende në parlament, do të bashkëpunojë edhe me ta, me kushtin që të mbështesin procesin e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të jenë të distancuar nga Irani, Rusia dhe aktorë tjerë jo misor me Shqipëri. Dhe, lutem se s'kam mbaruar. E di që po kështu, po dakord, po ka pyetje. Pyetja tjetër ishte e kufizimit të mandateve. Jo më shumë se 2. Libri themelor i Republikës së Shqipërisë është një libër i cili është një ligj i më i rëndësishëm në vend, është i qartë në të pikë. Ne jemi një vend që mund të quhemi Republikë e re, në kuptimin e viteve që kemi me kushtetutën. Ju e dini që unë jam gjithmonë një partizan i faktit se kemi marrë modelin më të mirë të një republike të pastër parlamentare, dhe modeli më i mirë në vlerësimin tim në Europë është ai gjerman. As në Gjermaninë që njoh unë, dhe në asnjë nga republikat parlamentare që njoh unë, të konsoliduara, nuk ka kufizim mandate, sepse në demokraci, në republika parlamentare, është ndryshe për rastin e kryetarit të shtetit, pra të presidentit, por në rastin e republikave parlamentare, kufizimin e mandateve ta bën vetëm vota e popullit, nuk ta bëjnë rregullat e kushtetutë. Kështu që në këtë këndvështrim mos u lodhni kot thuaj atyre, sepse kushtetutën e kemi 3, republikën e kemi 3, dhe nuk kemi në kushtet për të ndryshuar formën e organizimit të shtetit shqiptar. Valla kam dy pyetje se përfundova, por do t'i bëj veç për të mos humbur edhe konteksti. Bëre pyetje supergjia? Jo, të reja. Ju tha që organizata veteranëve të luftës do të ketë një deklaratë ditën e sotme. A jeni ju në komunikim me OVL-u që këndet cili është komunikimi juaj me Hysni Gucatin? Dhe për ta plotësuar Ise, nuk mendoni që do t'i kërkoni një ndjesë për shkrisin deklaratën e shoqatës veteranëve? E para është
nuk ka ndokush në Kosovë, në Shqipëri, që nuk e di qasjen time dhe mbështetjen time për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Dokumenti që ju i referoni, që gjendet lehtësisht i publikuar ndër vite në rrjet, nuk është i dokument që i cili duhet sqaruar nga ata, sepse ata kanë të vetmin tagër të vërtetojnë cili është personi, mund të jenë persona me të njëjtin emër, po janë persona ndryshëm, kështu që unë nuk bëj komente mbi komentet e vet edhe e kam pranuar organizatat e veteranëve të luftës TUÇK-s si përfaqësues. Tani që të jem korrekt, Justin Gucatin e kam pasur shpesh herë në zyrë, kam një vlerësim maksimal për të dhe fjalën e tij nuk e bëj dysh. Urdhët tjetër? Edhe pyetja tjetër është, duke qenë se ju nuk e njihni Partinë Demokratike, pra të sjell kërkesat Partinë e Saliut. Partinë Demokratike të sjell kërkesat në parlament për protestën, që është mendimi juaj dhe nuk duhet gjykuar tek e fundit. Por Partia Demokratike kishte një tjetër kërkesë për mocion sot, që ishte kërkesa për rezolutën, që në fakt zoti Balla, po ju citoj që e keni thonë ju në parlament, që ne do ta zhvillojmë mocionin me debat për rezolutën e Parlamentit Evropian. Pse ky hezitim sot për mos Jo, nuk ka hezitim. Merrni pra për verbalin, kam thënë këtë gjë. Ju jeni të paaft sepse nuk dini të bëni dhe një kërkesë. S'dini. Kanë sjell një kërkesë për mocion me debat për raportin e komisionit. Rezolutën për raportin e komisionit. Rezolutën e Parlamentit Evropian se i ngatrojnë ata. Nuk e dinë që kjo është rezolutë, ajo është raport. Merrni për verbalin edhe do t'i mësojmë. Po, në nenin 95 të rregullores kuvendit, thuhet që për të njëjtën çështje, brenda një sesioni nuk mund ta zhvillosh një mocion me debat dy herë. Në 14 maj të këtij viti, kemi zhvilluar një mocion me debat për raportin e komisionit për vitin 2025. Ajo që i referoni ju, fjalës time, është i datës 6 maj, pra 8 ditë përpara se të zhvillohej debati, dhe kam thënë ishte një gaf, në fakt, se kishin ardhur të bëjnë mocion për rezolutën, i cila sapo ishte miratuar në AFET, në Komitetin e Politikës Jashtme, dhe duhej zyrtarizuar. Dhe këtu, në fjalën time, i kam thënë, unë jam i gatshëm, por mbi respektimin rregullores nuk ve askënd, ju ta tërhiqni këtë kërkesë, ta sillni në një formë ku të mos përmendni raportin e komisionit, po të le të flasim për pikat caktuara të rezolutës, ta risillni në formën që ma lejon nenin në 95 rregullore, pra se nuk mund të bëj dot mocion me debat për të njëjtën çështje brenda të njëjtit sesioni, sepse po e vura këtë precedent do shkel rregullore, dhe kam një ofertë që e ruajta për komunikimin me ju, është që ne do kemi një debat për raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit brenda këtij sesioni. Në atë debat për raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, të fusim edhe gjitha gjetjet e rezolutës së Parlamentit Evropian, sepse e vërteta është se dëgjova gjithë një prezantim aty, unë jam shumë krenar që Shqipëria jone përbashkët ka marrë numrin më të madh të votave në Parlamentin Evropian, krahasuar me gjitha vendet e tjera të ndodhura në një proces. Jam shumë falenderues grupeve më të mëdha politike në Parlamentin Evropian, partive popullore europiane, socialistëve dhe demokratëve, grupit liberalëve Renew, edhe grupeve të tjera të gjelbrit, po dhe i siarit, pra konservatorëve, edhe patriotëve, sepse ajo që e dallonte Shqipërinë nga vendet e tjera të ngjashme, është që për Shqipërinë votuan dhe ato që quhen euroskeptik. Faleminderit për definicionin. Kështu që në këtë gjë, unë mendoj që jemi në kushtet që mund ta gjejmë një zgjidhje deri dhe përmes këtij komunikimi publik, e thash këtu përpara se t'ua them në seancë plenare, kurdo që do të jetë javën e ardhshme. Dhe këtu është dallimi. Pra, mëso si ta sillesh kërkesën, formuloje kërkesën që të mos bie ndesh me parimet e rregullores,
për çështje për integrimin evropian, debat sa herë duan, kur ta duan, shqyr që kujtohen me kërkesën që dua them që sot dua them hajde votoni një ligj vetëm në rrugën e antarësimit të Shqipërisë bashkëmorë. Ende sot nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Dhe besoj që me këto na masin shqiptarët. Dhe shqiptarët e din fare mirë që ka një forcë vetme politike e cila është e angazhuar plotësisht për antarësimin e Shqipërisë Bashkimit Evropian dhe ky proces i antarësimit do të mbyllet me Edi Rama. Pak e protesta. Ka dhe të drejtë. Zoti Balla, ju thash pak më herë që zoti Berisha nuk vijon të jetë në Migrat. Në datën e 10 qershori kemi pasur një takim me të ngarkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në punë në Shqipëri. Me kaq pak rëndësi me të ngarkuar me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, flasim për shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, flasim për vizitën e pritshme të presidentit Trump në Shqipëri vitin e ardhshëm në kuadër të samitit NATO-s, flasim për investimet amerikane në Shqipëri dhe duke dalë nga ky kontekst i kësaj bisede, por duke shkuar në një kontekst më të gjerë, ajo që është një keqardhje e madhe sot për mbar publikun, për mbar shqiptarët, kudo në Shqipëri, në trojë etnike e në diasporë, ka një përpjekje dhe ka një tentativë për të shtuar zërat, qasjet anti-amerikane në hapësirën mbar shqiptare. Anti-amerikanizmi i shoqëruar me antisemitizëm janë dy gabimet më dha kushdo që i vet në gojën e vet. Dhe për gjithë ju që shqetësoni sepse unë etiketoj folës të saktuar apo drejtues saktuar të kësaj proteste, një gjë duhet ja them sot publikut shqiptar. Nuk ka asnjë dyshim që Dritan Goxhaj punon për regjimin iranian. Këtë pyetje shkoni bëni ja prokurorisë, mos ma bëni mua. Nuk arrestoj unë askënd. Jo, unë nuk lutem. Shkoni, keni po patjetër, por arrestimet në demokraci i bën prokuroria. Por një gjë duhet jeni sigurt, një person që e quan presidentin amerikan terrorist, që i quan Shtetet e Bashkuara të Amerikës Edi Rama i ka thënë fatkeqësi botërore Donald Trumpit kur filloi ta dogaj një person që mbron Iranin. Edi Rama atë punonte kur Shtetet e Bashkuara, sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një person që nuk ka lidhje me shumicën e madhe shqiptare. Zoti Balla, Edi Rama atë kur sulmonte në CNN Donald Trumpin, për kë agjentur punonte dhe për cilin shtet punonte? Vitin e ardhshëm presidentin Trump do ta keni këtu në Tiranë, mund t'ja bëni si pyetje. Jo, po ju pyes ju si kryetar grup, mos e keni fol me Edi Ramën, tani një pyetje tjetër. Është bërë një diskutim gjithë këto ditë, ju dhe kryeministri hidhni në rrjetet sociale shqiptarë nga Kosova, nga Maqedonia, diskutoni pse marrin pjesë në protestat kundër qeverisë shqiptare. Pse kjo qeveri ka këtë qasje tashmë, i doni shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë vetëm për ndeshjet e kombëtare stadium, vetëm për atë traumë 5 euro, ndërkohë që ato mund të kenë drejt protestojnë për shkak të flirtit të hapur të vazhdueshëm të kryeministit shqiptar, i cili është shteti am, me kryeministin e Serbisë, i cili pasi bën një shkrim me Edi Ramën, poston në Facebook që Kosova ka qenë është dhe do jetë Serbi. Pse s'pasan drejt qytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë të protestojnë për një qeveri e cila vetëm nuk mbron, ato mendojnë që nuk mbron interesin e shqiptarëve të Shqipërisë, por dhe interesin e tyre të cilën e ka detyrim? E para. Në 104 vite shtet, nga viti 1912 e më këndej,
i vetmi udhëheqës shqiptar, i cili ka shkuar mund mes Beogradit. Udhëheqës shqiptar nga gjitha trevat, jo vetëm nga Shqipëria, që ka shkuar mund mes Beogradit dhe ja ka plasur mund mes Beogradit, mund ballë dhe në sy presidentit të Serbisë që Kosova është shtet i pavarur, është vetëm Edi Rama, dhe ky është një fakt i pamohueshëm. Po është një fakt i pamohueshëm që është i vetmi që ka vënë sanksione ndaj Kosovës si pari. Të gjithë patriotët, lutem, unë nuk jo ndërpreva. Të gjithë pseudopatriotët e tjerë, nga pseudopatrioti i televizionit tënd. Kush? Sali Berisha. Edhe të gjithë pseudopatriotët e tjerë, ky njerë furnizonte regjimin e Miloševićit me naftë dhe thynte embargon e Kombeve të Bashkuara. Dhe kur e dëgjoj këtë, që të më flasi ky për ushtrinë shërimtare të Kosovës, një njeri që nuk ka thënë një fjalë vetme për komandantët e UÇK-s, sepse në rast se ne shqiptarët të Kosovës, të Shqipërisë, të Preshevës, të Maqedonisë së Veriut duhet ishim sot një protestë, duhet ishim gjithë në Hag për të kërkuar çlirimin e komandantëve që mbahen pa drejtësisht përjektuese 6 vjet. Kjo mund të jetë ne shqiptar ta mbaroj. Më bëre pyetje. Po ato mendojnë që shqiptar nuk i përfaqëson interesat. Nuk je politikan, je gazetar. Bën pyetjen, do presish përgjigje. Të pëlqen, s'të pëlqen përgjigja është çështje tjetër. Kur të bësh politikanin, hajde këtu e bëjmë bashkë. Hapi toj Saliu të fusi se kështu e ka, i merr nga televizioni vetë dhe i fut këtu. Po të lutem, thuja. Ndërkohë që në vlerësimin tim, në rast se shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të Veriut, në Preshevë, në Çamëri, ku doni ju, do të ishin sot në një protestë, unë i ftoj të ishim gjithë në Shkup për të kërkuar mbrojtjen e gjuhës shqipe në institucione dhe në shkolla. Për këto çështje, këto janë çështje mbarkombëtare. Për këto çështje duhet jemi bashkë. Në rast se shqiptarët janë të shqetësuar edhe për çështje që lidhen me të drejtat e shqiptarëve në drejtat pronësore dhe jo vetëm në Çamëri, le të vinë dhe nesër në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, një seancë posaçme jo plenare, ku do diskutojmë për gjithë këtë çështje. Këto janë çështjet që duhet mblidhemi të gjithë bashkë. Dhe në gjithë të histeri dhe furi pseudopatriotësh, të cilët kujtojnë se mund të bëhen atletar duke vënë një qeleshe, apo duke marrë flamurin dhe njëra duke ja lidhë dhe qenit flamurin, këto nuk janë patriot. Këta janë një grup histerie të cilët nuk kanë lidhje fare me patriotizmin. Se t'jesh sot patriot, po ja thash, duhet t'jesh sot në Hag, duke protestuar për të çliruar komandantë e UÇK-s, duhet t'jesh në Shkup, duke protestuar që të rikthehen provimet në gjuhën shqipe. Dhe për këtë çështje mendoj shumë që i fortë shqiptar pra. Dhe ato për shkak që mund të jenë këtu. Shteti shqiptar është më i fortë se Zoti Balla, ju sot kishit postuar zotin Haradinaj, po para ca vitesh Edi Rama e holli në gjyq, që është dhe një nga luftëtarët e UÇK-s. Mos keni ju qëndrime kontradiktore sipas interesit politik të Partisë Socialiste për shqiptarët e Preshevës? Ka diskutuar ndonjëherë zoti Rama me Vučićin? Përveç se flirton. Komandant Smajlin, pra kryeministin Haradinaj e kam mik shtëpie. E du shumë, e respektoj shumë. Zoti Balla, të kthyer një moment tek ajo që thatë fillim, nuk pranoni kërkesa nga demokratët në emër të protestuesve. Pyetja që kam, ju jeni deputet prej, tashmë sinqerisht nuk e mbaj mend sa mandate keni mbledhur, por deputet i hershëm. Jeni kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, forca më e madhe në parlament. Ju vetë nuk jeni një lloj përgjegjësie morale si deputet, si mazhorancë gjithashtu, që ta kërkoni ju një seancë parlamentare ku të zhvillohet një debat, një diskutim mbi kërkesat e këtyre qytetarëve, pastaj diskutoni aty nëse janë të drejta apo pa drejta, por duke i dedikuar këtyre kërkesave, këtyre shqetësimeve, një vëmendje institucionale siç është debati parlamentar. Edhe ju gjithashtu sa dhe unë jeni një gazetar shumë i vjetër. Ju mbaj mend që kur kam filluar dhe unë të rrugtim, dhe unë nuk thash që nuk duam të bëjmë debat për çështjet që ngren protestues. Kjo pyetja ime ishte pse nuk e trisni ju një instancë? Të lutem, prit. Padyshim që do të ketë një diskutim. Por do të ketë një diskutim kur ti ke kryeministri Rama ka thënë ditën e 2 apo ditën e 3. Ka thënë që na i bini kërkesë. Dhe zyrtarisht sot, përveç se del njëri
shërbëtori i Iranit, del një tjetër me një agent tjetër. Ditën që do dali një shqiptar i ndershëm që do interesa Shqipërisë, se mos harroni asnjëherë protesta lindi për një investim 4 miliard euro në Zvërnes. Keni dëgjuar ju ke kërkesat, 5 kërkesat në një çështje që lidhet me Zvërnesin? Ligji për zonat e mbrojtura. E ndërpres komunikimin me ju, sepse të paktën 5 kërkesat që kishte aty nuk kishte lidhje fare me. Pra, do të ketë sinqerisht është pjesë e paketës. Nuk është fare, shikoj. Jo, sepse ju ti thua të dorëhiqet qeveria dhe pastaj të anullohet. Nuk bëhen dot. O do anullohet, po dorë qeveria nuk anullohet ajo. Po thoya që teknike pa. Mund ta vëni pyetjet e fundit? Pyetjet e fundit e kam. Ja, sa e ka. Nga e majta, jo nga e djatha. Më bëri përshtypje që më fal Klajde. Qeveria ju ka disa ditë që i keni protestues të ndryshëm, për shembull zotin Goxha e keni akuzuar për lidhje me Iranin, por sot si më thënë, kallëzuat një vepër penale dhe dinia për një vepër penale të bën përgjegjës për të shkuar në prokurorinë e posaçme dhe për ta kallëzuar atë. Pra ju thatë, po ju citoj që Goxha i paguhet nga Irani. Ai i gatshëm ti grupi parlamentar të referoni në prokurorinë e posaçme pasi vepra penale bien mbi prokurorinë e posaçme. Nuk është shumë e rëndë. Jo, pavarësisht se terrorizmi apo tradhtia kombëtare janë vepra të rënda, nuk janë subjekti i prokurisë posaçme, sepse personi nuk është subjekti i prokurisë posaçme. Edhe un kam besim që institucionet shqiptare do bëjnë detyrën, por nuk është kjo një çështje që më takon mua, sepse në çdo rast do ta politizon. Kështu që është bën shumë, ne kemi paguar me taksat e shqiptarëve shërbimin informativ shtetëror, policinë e shtetit, antiterrorin, e gjithë ato institucione ta bëjnë ato detyrën e vet. Prokurorinë e përgjithshme që keni në parlament sot. Po bëja pyetje të Dila, jo, deputeti juaj zoti Fatmir Xhafa do t'i kërkojë. Prokuria ka një instrument që të vetvendosjes se bie më pëlqen kjo fjala, në lëvizje. Kështu që të vetvendoset me lëvizje prokuria. Zoti Bani, pyetje të fundit. Keni frikë ju sekretari i grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama, Partia Socialiste, për një rrjedhje deputetëve të saj si Marina Koçeku dhe mos i bën një propozim me emrin e Sali Berishës për kryeministër pastaj? Tani unë përgjigjen për këtë zonjushën ua kam dhënë. Jo, mos ka rrjedhje tjera e kam thënë. Ua kam dhënë. Dhe historia do m'japi mua të drejtë. Kur të dali pa grushtin dhe pa trëndafilin, do shohni si do dali. Faleminderit.